Shqipëria ka male, shpella dhe fshatra që duken si kurin pezull midis realitetit dhe të panjohurës. Brezat të tërë kanë treguar histori që nuk guxuan t'i shkruajnë kur në libra, por që u bartën fshehurazi, natë pas nate. Jam mallkime shqiptare, të lidhura me vende të shenjta, me tragjedi të harruara dhe me hije që askush nuk i sfidoi. Sot do zbresim në botën më të errët të folklorit ton. 10 mallkime të frikshme që ende sot njerëzit i përmendin me zë të ulët. Disa prej tyre lidhen me vende të braktisura, disa me shpirtra të humbur dhe disa me vetë malet tona. Mallkimi i kullës së thatë Kelmend. Në zemër të Kelmendit, me shkëmbinjve të egër dhe qetësisë së rënd të Alpeve, ndodhet kulla e thatë, një ndërtesë e braktisur që banorët e zonës e shmangin prej brezash. Legjenda thot se dikur aty jetonte një fis i fuqishëm, i përçar nga tradhtia. Një vëlla vrau vëllan për hakmarrje, dhe para se të jepte shpirt, i mallkoi. Asnjë shtëpi prej jush të mos ketë dritë. Thonë se pas kësaj, fisi u shua një nga një, dhe kulla mbeti bosh për gjithmonë. Sipas tregimeve lokale, kush flen brenda natën, dëgjon hapa të padukshëm në çati dhe një zë të ulët që flet në dialektin e vjetër Kelmendas. Disa të rinj që u futën aty për kuriozitet, pan hije që lëviznin sikur dikush ecte pas tyre. Thuhet se brenda 40 ditëve pas gjumit në kullën e thatë, personit i ndodh humbje në familje, sëmundje ose fat i keq i pashpjegueshëm. Për këtë arsye, banorët thonë: mos e kërko natën në kull, se nata do të kërkoj ty. Mallkimi i shtëpisë së hijeve në Elbasan. Në një lagje të vjetër të Elbasanit ndodhet një shtëpi otomane, e braktisur prej më shumë se 70 vjetësh. Banorët e njohin si shtëpia e hijeve, sepse legjenda thot që aty jetonte një familje e pasur, e cila u zhduk në mënyrë misterioze pas një zjarri të papritur. Fqinjët tregojnë se para se të digjej shtëpia, gruaja e kryefamiljarit mallkoi çdo që do të merrte qoftë edhe një gozhë nga muri i saj. Shtëpia ime u mor, por mallkimi im do t'i marrë ata që më përçmojnë. Prej atëherë, njerëzit thonë se kush guxon të marrë një objekt nga rënojat, një copë dru, një gur, një hekur të ndryshkur, humbet dik brenda vitit, ose i ndodh një vdekje tragjike në familje. Disa që e provuan, e kthyen objektin me frikë pas disa aksidenteve të çuditshme. Netëve të qeta, thuhet se dritaret hapen vetë dhe një figurë e bardhë shfaqet në korridor. Askush se ka qëndruar më shumë se 1 minutë brenda natën. Mallkimi i Tomorit për vjedhjen e gurëve të shenjtë. Mali i Tomorit konsiderohet vend i shenjtë prej lashtësisë. Sipas besimit popullor, në majtë të tij strehohen shpirtrat e të parëve, Zana dhe vet baba Tomori, mbrojtësi i madh i vendit. Thonë se çdo gur i Tomorit ka energji të ruajtur, dhe kush e merr me vete për zbukurim apo magji, prek në thelb një kufi të ndaluar. Ka dhjetëra tregime për njerëz që morën gur nga maja, dhe brenda pak javësh nisën aksidentet, sëmundjet, humbjet financiare ose prishja e familjes. Besimtarët tregojnë histori të frikshme. Makina që përmbyset në kthesat e Tomorit vetëm pak ditë pasi shoferi mbajti një gur si suvenir. Njerëz që humbën të afërmit me njëherë pas kësaj. Të tjerë që raportuan makthe me figura të bardha që i shikonin në gjumë. Thuhet se mallkimi largohet vetëm kur guri kthehet në maj dhe bëhet një lutje e thjeshtë. Askush nga vendasit nuk e prek me asnjë gur të lëvizur. Mallkimi i kishës së vjetër të Voskopojës. Voskopoja është e njohur për kishat e saj të lashta bizantine, disa prej të cilave tashmë janë të rënuara, por njëra prej tyre mbart një histori të errët. Kisha e vjetër, ku thuhet se gjatë pushtimeve u masakrua një grup priftërinj që refuzuan të dorëzonin ikonat e shenjta. Para se të vdisnin, ata lëshuan një mallkim. Kush prek vendet tona pa bekim, do të humbas gjithçka. Është e habitshme sa njerëz tregojnë raste të ngjashme. Turistë që morën një copë guri si kujtim dhe u përballën me aksidente brenda pak javësh. Të rinj që hyn brenda natën dhe raportuan sëmundje të pashpjegueshme ose frikë të madhe gjatë gjumit. Të tjerë që pan hije që lëviznin rreth altarit. Banorët lokal betohen se kisha ka një energji të rëndë, sidomos kur bie qielli i gri. Askush nuk guxon të preki ikonat e mbetura, edhe pse disa vlejnë shumë para. Mallkimi i vajzës së krojt, Mat. Në një zonë të thellë të Matit ndodhet një kruaj vjetër, ku qarkullon legjenda e një vajze të bukur që u mbyt aty nga hakmarrja e një fqinje. Thuhet se para se të jepte frymën e fundit, vajza mallkoi: kush flet keq për mua në këtë vend, mos gëzoft paqe. Prej asaj kohe, nëse dikush shan, bën shaka të pahishme, ose merr ujë natën, pëson çrregullime të çuditshme.
Shumë njerëz raportuan makthe ku shfaqej fytyra e vajzës së mbytur, ndërsa të tjerë pan reflektimin e saj në ujë, edhe kur nuk kishte dritë. Disa tregime thonë se një burr që e shau vendin, humbi udhën në pyll për 3 ditë dhe kur doli, nuk mbante mend asgjë. Banorët e matit nuk afrojnë askënd aty natën, dhe sidomos femrat i paralajmërojnë të mos prekin ujin pas perëndimit. Mallkimi i shkallëve të zeza, Petrel, Tiranë. Në një fshat pranë Petrelës ndodhen disa shkallë të lashta guri, të njohura si shkallët e zeza. Thuhet se aty u vra mizorisht një burr që tradhtoi vëllain e tij, dhe para se të vdiste, mallkoi vendin. Kush tingjis këto shkallë natën, mos gjej paqe. Që prej asaj kohe, njerëzit besojnë se vendi është i mbushur me energji të ftohtë dhe hije që lëvizin pa trup. Njerëzit që i kanë provuar natën tregojnë se dëgjojnë hapa pas vetes, sikur dikush po i ndjek. Disa kanë parë një figurë të zezë në majtë të shkallëve, por kur ju afruan, figura u zhduk. Ka edhe tregime për persona që u sëmurën ose u ndodhen aksidente në ditët e ardhshme. Banorët lokal thonë se vetëm një gjë të shpëton: të mos kthehesh dhe të mos flasësh fare gjatë ecjes. Kush thyen rregullin, thonë, e merr mallkimi me vete. Mallkimi i krojt të nuses, Gjirokastër. Në një fshat të Gjirokastrës ndodhet kroji i nuses, një vend që duket i qetë ditën, por i frikshëm natën. Legjenda thot se një nuse e re u vra aty nga xhelozia e një gruaje të moshuar. Para se të vdiste, nuses i doli një shprehje e akullt: mos e prekni ujin tim, se do prek zemrën tuaj. Pas kësaj, uji i krojit u konsiderua i mallkuar për vajzat e reja. Thuhet se kush merr ujë natën, përjeton fat të keq në dashuri, ndarje të papritura ose humbje brenda familjes. Disa gra raportuan zëra të çuditshëm që vinin nga uji, ndërsa të tjera pa një siluet të bardhë të përkulej mbi krua. Burrat lokal thonë se vendi ka një ftohtësi që të futet në kock, dhe askush nuk guxon ta vizitoj pas mesnate. Uji merret vetëm ditën dhe gjithmonë me një farë frike. Mallkimi i lisit të varur, Përmet. Në një zonë të Përmetit ndodhet një lis gjigant, i njohur si lisi i varur, sepse thuhet se në kohët e vjetra aty varnin tradhtarët dhe të dënuarit. Para se të vritej, njëri prej tyre mallkoi: kush më prek trungun, fatkeqësi të ketë në shtëpi. Që nga ajo ditë, banorët besojnë se lisit i ri mbi krye një hije e zezë, që e bën vendin të paqetë. Thuhet se kush këput një deg, kërcen mbi rënja apo merr gjethe nga lisi, do të përballet me vdekje të papritur në familje ose sëmundje të pashpjegueshme. Disa banorë tregojnë se njerëz që u tallën me mallkimin pësuan aksidente të rënda në ditët pasuese. Madje edhe sot, të moshuarit nuk lejojnë fëmijët të luajnë pranë lisit. Netëve me mjegull, disa pretendojnë se shohin një hije të varur që lëkundet ngadalë, edhe kur nuk fryen erë. Mallkimi i shpellës së vajzave, Kukës. Në malin e Kukësit ndodhet shpella e vajzave, një vend i errët ku thuhet se dikur u frijuan disa vajza për të shpëtuar fshatin nga një fatkeqësi. Para se të vdisnin, ato lanë një mallkim të rëndë: kush të marr gur nga ne, do ta marr dhimbjen tonë me vete. Legjenda thot se shpirtrat e tyre ende rrinë aty, duke ruajtur shpellën me një energji të rëndë. Thuhet se kush merr gur nga brenda shpellës, përjeton ndarje, humbje familjare ose fat të keq të vazhdueshëm. Ka tregime për njerëz që humbën punën, shëndetin ose marrëdhëniet me njëherë pas vizitës. Disa pan silueta të bardha që shkëlqenin për pak sekonda në errësirë. Banorët lokale e quajnë këtë vend të marrë me mëkat dhe e shmangin me çdo kusht. Askush se kalon natën atje. Mallkimi i shpellës së pirustëve, Mirdit. Në Mirdit ndodhet një shpellë e lashtë që besohet të ketë qenë vend i shenjtë i fisit i lirë të pirustëve. Vizitorët që futen thellë tregojnë se duken shenja të vjetra, vizatime primitive dhe një aromë e rëndë që nuk largohet. Legjenda thot se kush prek shenjat e pirustëve, mallkohet me humbje mendore, çorientim dhe frikë të pashpjegueshme. Disa tregojnë për njerëz që dolen nga shpella duke folur me vete, duke mos njohur rrugën e kthimit ose duke humbur për disa ditë. Ka histori që thonë se një burr, pasi preku vizatimet, u sëmur rënd dhe nuk lahet dot nga ankthi. Sipas besimit lokal, pirustët i mbronin vendet e tyre edhe pas vdekjes, dhe kush i prek pa leje, prek mallkimin e lashtë i lirë. Për këtë arsye, banorët e zonës nuk futen kurrë thellë në shpellë. Mallkimet shqiptare nuk janë thjesht tregime të vjetra. Ato janë një pjesë e errët e historisë sonë, e lindur nga frika, tragjedia dhe besimet mistike që mbjetuan shekujve.
Çdo vend i mallkuar mban energjinë e njerëzve që vuajtën aty. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse sot, edhe pse jetojmë në një botë moderne, askush nuk i sfidon lehtë këto histori. Nëse ndonjëherë vizitoni këto vende, mos harroni. Shpesh nuk është vendi që sjell frikë, por kujtimet që ka lënë pas.